Momentin dhe do të bëjmë përpjekje me jetu me momentet caktuara në jetë. E që dje jena mundu me dhonë një pasqyrë përgjithshme se me të vërtet momentet në cilat kalojmë këtë jetë janë vendimtare në orientimin e njeriut dhe shumë momente nëse di me i menaxhu drejt janë momente që në dhonë kohje plotësisht pozitive, por nëse nuk mundu me i menaxhu drejt, mundën me na prish edhe jetën shpeshherë. Do të flasim sot për një moment që është për momenteve më të rënda në jetë, e që besoj që shpesh e jetojmë gjithë, është momenti i lëndimit. Kur lëndohet njeriu shpirtnisht, ose kur njeriu përjeton plagë në zemër. S'po flasim për lëndime fizike, po flasim për lëndime të shpirtit ose të zemrës. Dhe do të bëjmë përpjekje me çka do të thonë lëndimi i zemrës, kush na lëndon mas shumti dhe pse Zoti lejon u lënduna, cila filozofia, çfarë do të më mësuna prej lëndimit, edhe në pjesën e fundit çysh me menaxhu në moment që na jena të lënduar. Kisha dashur në fillim me thonë se lëndimet fizike dhe lëndimet e zemrës në mos të madhe kanë ngjashmëri, por lëndimet e zemrës janë në fat janë më të rrezikshme, janë më afatgjate dhe janë determinuese edhe të lëndimeve fizike, sepse mos harroni, shumica atyre që bojnë vetvrasje, nuk bojnë vetvrasje pse kanë lëndime fizike, po kanë lëndime shpirtërore dhe trupi e vun, ajo varja kur ndodh në radhë të parë, pastaj trupi një mos madhe përjeton lëndimin, a determinuesi i këtij vetvrasje ka qenë lëndimi i shpirtit ose i zemrës. Por çfarë është çështje shumë e ndjeshme, dhe unë mendoj se nuk ka një çështje që feja ju nuk e ka trajtuar. Se ndoshta dikush mund të më thonë këto temash çka i duan këto një hoxhë ose një xhamie. Unë mendoj që këto tema janë shumë jetike dhe nëse kjo fe nuk ka ardhur me na mësu çysh me i menaxhu momentet e lëndimit që na nihum të lëndum, atëherë shtrohet pyetja çysh na kena të lashëm me kuptu këtë fe, edhe me kuptu thelbin e kësaj feje. Unë do të bëj përpjekje në fillim më referu Kuranit, sepse Kurani fol për lëndimin. Edhe fol për lëndimin e një burri shumë të mirë. Dhe këto ajete që janë në surën Maryam, 45, 46, 47, 48 dhe 49, janë një paragraf i ajeteve që flasin për lëndimin që ju ka bënë një njeri të mirë, edhe gjithashtu na japin një kuptim se kush na lëndon mas shumti. Po du me thonë që të farë fillimi para juve këtu që mas shumti njët na lëndojnë njerëz që i dojmë. Mas shumti njët të lëndojnë njerëzve që ju besën. Mas shumti njët të lëndojnë njerëz që ki pritshmëri prej tyre, që pret shumë. Edhe ata të zhgënjejnë. Është ligji i jetës. Po i lexojnë ajetet në surën Maryam. Hazreti Ibrahimi u dal me thirr popullin e vet, këtë masat po i thirrën fe. Edhe krejt me refuzojnë. Asnjë s'po i beson, këtë masat po refuzojnë. Po më u kallzu drejt, nuk po i dhem fort që po refuzojnë masat, po i dhem që po refuzon baba. Se është njëri më i dashtëm. Por që ta Kurani kur ka filluar me fol për thirrjen e Ibrahimit alayhis salam, edhe atë kundërshtin që ja kanë bërë populli masat, nuk u nal tani shumë në masa, tani e ka fokusu vëmendjen te baba e Ibrahimit, të pas parasysh se Zoti i Madhëshëm e ka ditë që Hazreti Ibrahimin mas shumë të është të lëndu baba i vet. Allahu thot në ajetin 45: "Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabu min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya." O baba im, un kam frikë se do të godet ndonjë dënim prej gjithë mëshirshmit, e do të jesh nga shokët ose përkrasit e djallit. Çka thirrja Hazreti Ibrahimit: "Raghibun anta an alihati ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Ai baba i tha, baba i fol birit, tha: "A ti Ibrahim i refuzon zotat e mi, ata idhujt,
nëse nuk nalesh, do të gurzoj, do të mbës me gur, edhe urgjentisht kërkoj pej teje që të largohesh edhe desh prej shtëpie. Dhe më thonë, në moment kur baba e përzon djalin, e qëtë pej shtëpie. Me të qitë shoku pej shtëpie, lëndohesh ma pak. Me të qitë armiku pej shtëpie, lëndohesh ma pak. E kom një farë hiqaje, më ka pëlqy, kështu, pej popullorëve, pej plezve. Njone e kish pas një arë, e i bishin njerës ja shkelqin. Këtu njerë, na të rritë thash, s'po mërzitën për ara, fërta këta plezht, pak ma nga të semri kam boz ara të këtu sene. E njoni ja shkelke dhe i bigeni për ara, ne del për një dit i thot, birbe ma poshtë rruga, mos ma shkel arën këtu, se tha, po qa po bërte ato burë, tha, po ma arë shka, zguze me dal me full. Jo thane, po të fulli që i është shqiptarë, se ti bëne vetën shka, nësë të fulli eq. Unë po të fulli ty se i juni, se ti qite vetën ato në ne, unë e eq, as dal me... është një farë historie popullore, po për një me shpeshen ndodhë kjo. Ne do të me kuptu që njeriu lëndohet prej të afërmëve. Edhe Kurani po flet se Hazreti Ibrahimi e ka përjetuar anë refuzimin e babës vetë. Edhe arrogancën që ai ja ka bërë. Megjithatë, Kurani vazhdon edhe në thot: Qala selamun alejke se astaghfiru leke Rabbi innehu kana bi hafiya. Normal në vazhdim është edukata e profetit. I tha, unë po largohem prej jush, edhe prej asoj që po adhuroni, ose më pak më herët, a i tha, qofsh i lirë prej meje, dhe më thonë, unë e po largona, me gjithat do t'i lutë në Zotit për ty, sa t'jem gjallë, nështë të Zotit falë. Kjo është edukata e Hazreti Ibrahimit. Në jetin 48, unë po largohem prej jush dhe prej asoj që po adhuroni ju, shpresoj se me adhurimin tim ndaj Zotit nuk do t'jemi humbur. Kjo qëto ajete, do të thonë 4-5 ajete në surën Maryam e paraqesin dialogun e babës me të birin, edhe normal Kurani merret pak me botën e brendshme të Ibrahimit edhe përjetimet e rana që i ka pas Hazreti Ibrahimi alayhis salam. Kjo dhe i lëndum definitivisht. Zoti i Madhushëm flet edhe për Hazreti Muhamedit alayhis salam. Tash që kjo ajet që të lexoj tash është prej ajeteve madhështore që flasin se gjithë kusht njët mund të më lëndu. Në thëna pse po lëndohesh, ja, është natyrë më lëndu. Zoti thot, qad na'lamu annaka yadhiqu sadraka bima yaqulun. O Muhammed, na jem të e ditë mirë se gjoksi jët është ka lëndohet për asaj që po njën. Tash kjo na jep një kuptim tjetër, që kjo ajet. Kuptimi tjetër është që e para tham të afërmit, të dashnit, njerëzve që ju beson të lëndojnë mas shumëti, edhe e dyta fjalët e rana të lëndojnë mas shumëti. Fjala e ranë, fjala e keqe, fjala e vrasht. Këshilla më burr veç mësum lëndo. Na kështu ne kena një telashe sidomos edhe na si fetar ashtu. Na nuk kena kundër me këshillu njerëz. Na jena kundër me lëndu njerëz. Na thujna kështu. Kur të këshillosh një njeri, pse du të më i bërtit? Pse du të më i bërtit kur të këshillosh një njeri? Pse na sot kur të shpjegojnë fenë e Zotit duhet diskursi i fjalimit fetar sot është i egër, është i vrasht. Fatkeqësisht masat e gjana janë të lypçit mesazh. E kam thonë disa herë me juve. Na duhet me fillu gradualisht xhamati me ndeshku teologun i cili ka formë të vrasht të këshillimit. Do të me ndeshku, se nuk ka diskurs i mirëfillt. Nuk ka diskurs i mirëfillt. Nuk ka diskurs i sunetit pejgamberit alayhis salam. Këshillon njërin, po këshillon mirë. Çorto njërin, çorto mirë. Përzgjedhja e fjalëve, përzgjedhja e fjalorit, kur të këshillosh njërin është jetik. Edhe do të gjithçysh mu pas parasysh. Sepse lëndohet njëri, lëndohet definitivisht. Lëndohet jo për këshillës. Pse po i dhnohesh, nuk i dhnoha për këshillë, u i dhnoha për mënyrës këshillës, fjalive që i ke përzgjedhur, diskursit që ti më bën në këshillat tua. Për ata i ka thonë Zoti, do të thonë pejgamberi i lëndum. Qad na'lamu
enneke yadhiku sadrak bima yakulun. Na jem të ditë mirë që gjoksi yt është i lënduar për asaj që po ndëgjon. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum min as-sajidin. Megjithatë ti madhroje Zotin tan. Edhe biri shumë Zotit sejdë. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Edhe adhuroje Zotin tan deri në ditën e fundit, deri të jenë vdekje. Kjo është pjesa e shërimit tani Allahu çush e ka trajtuar Hazreti Muhamedit. Pjesa e para e ajetit për vërteton një ligj. Njeriu lëndohet për fjalë trana. Njeriu lëndohet për fjalëve tegra. Njeriu lëndohet për fjalëve banale. Njeriu fjala bën plag në zemrat e njerëzve. Muslimanëve ju ka hije wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Thuaj robëve të mi, le të folin më të mirat fjalë. E sidomos xhamatin nderuam kur fjala ose biseda është për çështje të fesë. Kur fjala është për çështje të Zotit. Nuk përkon vrasësia në fjalor kur ti fol për Muhamedit alayhis salam. Po ajo është ati nuk i shko për shtati ky fjalor. Ti po fol për Zotin si i trend, po burr, po ti po fol për Allahun e Madhëshëm, po fol për krijuesin e gjithësisë, po fol mirë. Ky lloj diskursi i bisedës tonë nuk i shko për shtati fesë, aq më shumë Zotit edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ke dy ajete që Zoti po fol për dy njerëz shumë zgjidhur, megjithatë po lëndohet. I pari u ka lëndohet pej të dashurit të tij, e i dyti u ka lëndohet pej fjalëve të rana. E treta ka thonë pejgamberi alayhis salam kur ka fol për gjinin femnore, ka thonë kasrul mar'ati talaquha. Mas shumë të që e lëndon gruan një është divorci. Gruaja asnjëherë njët nuk mundet muni me në çmume edhe me e lëndume se sa në momentin kur përjeton shkurrëzim, ndahet prej burrit. Për që ta ka thonë Allahu i Manushëm, halali ma i urrejtun të Zotit është divorci, ndarja, sepse me të vërtet e lëndon shumë, sidomos gjinin femrore. Në vazhdim i kam ja 3 ide, po du me i spjegu bashkë me juve. Edhe që ta që po folim është ai boshti i temës. Na në pjesë u mënu me vërtetu që lëndimi është prezent, lëndohet njerëz të mirë, edhe u mënu 2 gjëra më përmend. Lëndohet për njerëzve që i don, edhe dyta lëndohet për fjalëve. Po shkojnë në vazhdim me zbulu pse ka leju Zoti mu lëndu njerëz. Ja tash jo vetëm mu lëndu, po mu lëndu njerëz më të dashtën ti. Mu lëndu Hazreti Muhamedi alayhis salam, mu lëndu Hazreti Musa, Hazreti Ibrahim alayhis salam. Çka don Zoti i Madhëshëm me ligjin e lëndimit? Pse ka lejuar me pas një ligj të tillë? Çfarë do të më mësoj njerëz për këtë ligj? E para, edhe një herë për themi se njeriu lëndohet kur e ka pritshmërinë, prognozën. Për çata keni kujdes. Mos i prognozoni njerëz shumë nalt se dëshpërohesh prej tyne. Mos i shejtnoni njerëz se dëshpërohesh prej tyne. Mos i besoni njerëzve 100% se dëshpërohesh prej tyne. Njerëz janë me të meta, nuk janë me lasje. Edhe pse lëndohet shpesh? Sepse pritshmërinë e ka gabim, prognozën, parashikimit i ka të gabuara. Për shembull, rrin me një njeri 5 dakika, bën masti shumë. Ruaj se lëndohesh, se ti gjen edhe 5 minuta me njëri, nuk e një mjaftueshëm për mi besu deri në çat mos. Edhe për çfarë edhe në psikologji thuhet, befasia, pritshmëria janë 2 çështje që më shumë të e lëndojnë njerëz, sepse ty kur dikush befasesh ti se ke prit që filani ta bën çato, këtë lëndon shumë, edhe tjetra është kur te ke pritshmërinë e madhe në njëri, edhe ai të zhgënjen. Kjo është më e dhëmshmja. Pse ka leju Zoti? Që kjo është ajo enigma që duhet me zbulu. Një hoxh është shumë, që atë hoxhin që unë shumë i referohen, është edhe sociolog, ai ka arrit me bëni shpjegim shumë të hatashëm këtë drejtim. Ai thotë kështu: Zoti i Madhëshëm nëpërmjet lëndimit që ju ndodh njerëzve ka dasht me përmirësu shoqërinë. Qysh me përmirësu shoqërinë? Me ngrit pjekurinë, me ngrit nivelin e pjekurisë sociale, me ngrit nivelin e pjekurisë shoqënore. Qysh shoqënore?
Domethënë ti një herë lëndohesh, 2 herë lëndohesh, 3 herë lëndohesh, ti dikur e kupton që kjo shoqni nuk janë melaçe, as nuk janë pejgamber ta njerëz, ta janë njerëz të rëndëmt, edhe natyra e njerëzve është gabimi, natyra e njerëzve është mangësia, për çata problemi që e lëndu ti se çësia jote u kanë çësje melekore, ti ke po njerëz si melaçe. Ai njeri që del shoqni, edhe shoqninë se si melaçe gjithçysh ka mu lëndu, se shoqnia nuk janë melaçe. Domthonë është një farë pjekje e shoqnisë në raport me njëri tjetrin. Kjo është ai thelbi jetik i temës. Lëndimet që na ndodhin në jetë, do të më na mësu çysh me punu me njerëz. As hoxha, as profesori, as baba, as nona, as fëmia, as gruaja nuk janë melaçe. Po atin që atë kundash ty unë ku menu që je melaçe, ke gabu që ke mendu. Si jam melaçe unë. Ti ke gabimin. Edhe kjo që po të lëndoj tash do të mësu ty që as njeriu që don më shumë të jetë nuk ka profet, nuk ka melaçe. Ai është ka mundësimet me dëshpëru dikon. Për çata nëse zvoglon pritshmërinë, edhe se njerëz i llogarit si njerëz nuk lëndohen shumë prej tyre, po nëse e ngrit pritshmërinë ose e ngrit shejtnimin e njerëzve, a dini pse do njerëz dëshpërohen shumë, edhe kanë njerëz në xhollar. Se problemi i një pjesë të shoqënisë tonë është që pe shejtnon hoxhën, hoxha nuk ka i shejt. Ata që shejtnojnë hoxhën, 1,000,000% kanë mu dëshpëruar ditë. Se hoxha ka më bënë ai gabim 100% dikun. Se s'është melaçe, është vetëm një njeri rëndëmti shoqënisë. Zoti nëpërmjet lëndimit po do me ngrit nivelin social ose pjekurinë ose nivelin e pjekurisë sociale. Për çata ka thonë një mendimtar shumë i mëshëm. Ka thonë, kështu pe lexoj tekstualisht, mos u bëj ngurt se thehesh, po mos u bë këtë elastik se shtrydhesh. Mos u bëj ngurt se a ke po sa të ngurta si ti jap shpak ajo nuk pranon edhe thehesh. Mos u bëj vrasht, mos u bëj jeger se kop dikush krap më ne theje. Po edhe jo elastik shumë se tani të shtrydhin. Domethënë në farforme mos i këqyr njerëz si melaçe, që si të bojnë diçka ti thejesh, dëshpërohesh. E anën tjetër mos i këqyr edhe njerëz këtë shejtana. Dimani far mesatare. Njerëz janë njerëz, kanë gjunohe, për ata mos u bëj ngurt se thehesh let, po mos u bë edhe elastik se shtrydhesh. Një far mesi, edhe pak i ngurt, po edhe pak elasticitet. Çashtu duhet me konë muslimani. Thuhet se ekziston edhe një thonjë pejgamberit, Hazreti Muhamedi thotë muslimani është sikur ai keni pa do shelgje janë sado që frynera e mund të mulaku po mu thys thejet. Se këto drut që janë thata, fryma e parë që të vjen. Edhe na shi problemi ku e kemi? Problemi që na gjithçysh kena mu lëndu njët. Tash ose duhet me kon pak fleksibil, ose duhet me kon i ngurt. Lëndimi i parë që të vjen, thejet edhe ai shkon e merr kanopin edhe bën vetrasi. Pse bën vetrasi? Sepse lëndimin që ka jetu s'ka mujt me përballu edhe vetrasi është thyrje. Ose për shembull divorci, ndarje me bashkëshortin. Është si rezultati i shkafit që burri e gruaja nuk kanë fleksibilitet, nuk janë boll elastik, edhe një terash, një sprov dele para, ata nuk munden me përballu, nuk munden edhe automatikisht shkon deri te ndarja. Ç'kjo është filozofia e lëndimit. Lëndimi do me ngrit nivelin e pjekurisë sociale. Njerëz që lëndohen do të mu pjek. Edhe çdo lëndim që na ndodh jetë, u dash me na pjek. Me na pjek në çfarë pike? Me na pjek në kuptimin që do të me punu me njerëz që ata janë njerëz, nuk janë të pagabushëm. E dyta, lëndimi i zemrës i ngjan lëndimit të trupit. Në çfarë kuptimi? I ngjan lëndimit të trupit se ka nevojë mu kuru, ka nevojë mu shëru, sigur trupi. Dhe nëse varra në trup nuk shërohet mirë, pezmatohet. Lëndimet që i përjetojmë mirë, nëse i prolongojmë, nuk i shërojmë, ato bëhen të mëdha. Për çata lëndimet që na ndodhin do të maksimalisht më mundu me i shëru mirë. Se po nuk e shërohet mirë, pezmaton. Sikur varra që pezmaton edhe lëndimi. Edhe lëndim mas lëndimi vjen te depresioni, deri te stresi, deri te problemet e mëdha. Është një grumbull lëndimesh që ai kur nuk i ka shëruar ball. Edhe ato veç janë akumuluar derisa ka shpërthyer. E treta, sto tretën kisha pas shef me vëmendjen e ju, sepse treta është
gjithashtu jetike në temën tonë sot. Çka I ndodh njeriu kur të lëndohet? Cili është reaksioni I parë I një njeri që u lëndohet? A dini? Cili është reaksioni I parë I një njeri që u lëndohet? Është reaksion shumë I dhëmshëm. Njeriu që lëndohet fillon me I mohu parimet. Se përthjesojnë pak. A keni pa për shembull njëri sran edhe e merr kungjin. Lëndohet. Kur lëndohet thot, unë jam budall që ka zësha drejt. Unë kam faj që s'rajsha. A dini që është? Kjo është krizë kur njëri ka pësu lëndim, e mrapa lëndimit ka fillu me mohu parimin për cilin u lëndu. Për shembull një gru, u konë ndeshme, se ka marrë kërkush. 35 vjet u met pa burr. Shoqet e sajna që janë konë të pandeshme, tonë janë martu. Çka thot kjo tash? Masi gjithë këtij lëndimi e thot, unë jam budalli që rresha e njerëzve këtu, pas ka dashur të thonë. Problemi është kur njeriu pson lëndim, reaksioni I parë është fillon me mohu parimin për të cilin është lëndu. Për shembull, kthenu në erë të historia e Ibrahimit alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam, shaq dikush baba I thot dil për shtëpi, thot baba çore. Unë kam faj që silla mirë me ty. Unë fillon me shkel parimin për cilin po lëndohet. Për çata Hazreti Ibrahimi kur qiti baba I vet për shtëpi e tha, "Kam e vazhdu sa të jem gjallë me kërku falje për ty." Nuk e Hazreti Ibrahimi nuk pe mohon parimin për cilin po lëndohet. Është shumë filozofike që me të vërtet kriza e lëndimit është se I bën njerëz me mohu parimet për cilat janë lëndu. Ja keni pa njëri thot, që une kur të hin biznes, jam unut me halal, këta me haram ishe, shkum këta, edhe kur të lëndohet e une kam faq, që si grafje dhe une me haram. Kjo është, kur njeriu për parimin të cilin është lëndu, fillon me mohu. Këto është rreziku I madh që me të vërtet nuk duhet në asnjë situatë me na ndodh. Tjetra. A na tham njeriu lëndohet mas shumë të për njerëzve që I dën. Momentin e parë që ato që dën, të lëndën dikun I thua, unë kam faj që dëjsh aty. Gabim është ti me vend që ke dasht, ti veç që ke të pru boha ki, a me dasht du të bi dasht njerë. Parimi I dashuris është parim, zdo të me mohu këto. Zdo të me mohu. Sepse nëse jemi lëndu për një parim, edhe mrapa e kem mohu parimin, atëherë e kem bëni gabim fatal edhe na absolutisht s'kem përfitu asnjë gjë prej lëndimit. Qëto janë 3 fjali që janë boshti teme. Se para, filozofia e lëndimi don me ngrit pjekurin. E dyta, lëndimi I zemrës si ngjan lëndimit gjymtyrëve duhet me shëru mirë se mundet me pezmatu. Edhe treta, ki kujdes për parimin që e lëndu, mos e moho. Fakti që ti ke gra me halal, kjo, anëse lëndohesh kjo, do të më dëshpëru ty, do të më thonë unë kam e vazhdu me halal. Unë kam e vazhdu me dash ty, ti më ke tratuna, pet du ty. S'do të me mohu parimin për cilin ti je lëndu. Cilat janë ajo tash kthejmë pak te edhe një prom Taravi kush ka qenë historia e Abu Bekrit me atë Mistah. Hazreti Abu Bekri ka marrë një njeri I varfën ka qenë, I konë edhe farefes. Mistah ibn Athatha konë, një njeri I varfën, pjesë e familjes të Abu Bekrit. Kur ngrit punë e shpifjes për Aishën në Medinë, që kanë bënë munafik, për njerëzve të parë që ka fol në shpifjen e Aishës është kur e ka një Abu Bekri. Unë ty të ngam të ngat, unë ty të nimu ty dhe të japë. Edhe ka marrë automatikisht vendimin që unë s'nimoj mo. Pse s'nimoj mo? Se unë të nimo ati foli për bijen tem. Po me gjithat Korani ka marrë me shërua petë këtë. Çështja dhe ka thonë, wa minan fali. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin. Njerëz e ndershëm për juve dhe njerëz e pasur për juve nuk do të më bobe që s'kan mënimo më të varshëve të shkretëve. Falyafu wal yasfahu, let ja u falin, mos ja uzon për të madhe. Ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. A nuk doni më u fal Zoti juve? Ku është
epilogu i ajetit. Epilogu i ajetit është Zoti po i thotë Abu Bekrit, parimin që ti ke pas, për cilin je lëndu, mos e rrza parimin, mos e moha parimin. Ti i keni muni njëri, është parem është kjo. Edhe ai ta ka kthy me të keq. Tash ti thu, un kam faj si kum nimu. Jo gabim. Se kjo është parim i shnosh. Ti zguxon me mohu parimin për cilin je lëndu. Ekzistojnë 3 forma të shërimit. Qysh me shëru mirë lëndimin. E para është më mbështet fort Zotit, mu lidh me Zotin e butësisë, me Zotin e mëshirës, me kërku mbështetje te Allahu, sepse Zoti i Madhnushëm ka thonë: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa bima kanu ya'malun." Kush nuk e din çka ka përgatit Zoti për ata që janë të mirë. A keni pa, po du kështu me ra fort në tjetën e përditshme. A keni pa kur ndodh një divorc? Se cili për ne unë me përjetu në familjen ai ndarje. Në momentin e parë kur ndahet burri e gruaja, me mujt me shku me ful me gruan, me atë divorcuarin. Edhe me thonë çapo mendon për një martesë tjetër. Ajo është ofendimi më i madh që mundesh me apo, se në momentin kur ka pësu ndarje, është çka që lëndume, që ja s'don me menu mo, ajo çat minutë thot bën bej që kur një s'ka më martu mo. Sepse ndarja ka lëndu, edhe ajo nuk shem monaj ardhmëri, ndërkaq që kjo motër ish dash më mbështet fort Zotit, se nashta Zoti e ka përgatit për një burr më të mirë, për një njeri më të mirë, edhe nuk dihet çfarë jetë e mirë mundet me prit. Pse je nda këtu dhe je lëndu këtu, s'do më thonë që mas një kohë, pse ke hub një shok e lëndu i e prish me to, nuk do më thonë që Zoti s'ta ka përgatit një shok e më të mirë dikun tjetër. Për çeta Zoti po thot: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa bima kanu ya'malun." Nuk e din kërkush, vetë Zoti e din çka ju ka përgatit atyre që janë të mirë. Nuk e dim jetën, për çeta çështja është me u kthy Zotit Madhnushëm, me absorvu një butësinë e tij, mëshirën e tij, atë urtësinë e tij, edhe më mbështet atij se veç ai e din që këtë lëndim që e ke pësu, ka mundësi të ka përgatit një dhuratë, edhe ashtu na ton besojna, mas vështirësisë është lehtësimi, mas vështirësisë është lehtësimi. Unë kam një rast këtij divorcit, ajo motra që ka pësu, ajo bia që ka bo, që është ndo, unë shkova me ngushtu, shkova me i ful, edhe mes tjerash i thash, vëjeta vazhdon, e di që e lëndume, tha hu, qa du shfal, veç mu së më thuj që du të më martu edhe njëherë. Se kjo është, unë s'du me besu më në këtë parim. Unë e këm besu në martes, jo martu, jo mdo, s'du me besu në këtë parim. Edhe nuk e trajtova më këtë temë, pse me lëndu ma tutje. Mas 2 vjetë, më ka thirë në telefon, më ka thonë, duhet me gjithë një burë më martu. Duhet me vazhdu jeta, edhe duhet me hulumtu një jetë tjetër. Edhe si dihet, unë s'po du me fol për këtë rastin, pa ajo bia u martu e ka një jetë shumë të mirë, i ka fëmin, i ka falë Zoti fëmijë me burin tjetër, është shumë një jetë perfekte, që mesoj se duhet me marrë mësim secili edhe secila motër ose bie jonja, që se është lëndu një moment, nuk do më thonë se është funi botës, është stacioni funit, ka stacione tjera, ka momente tjera, veç që duhet me i hulumtu, edhe duhet me mbështet në Zotin e Madhnushëm. E para është me kërku mbështetje të Zotit, me kërku afërsi të Zotit, me kërku mbështetje të Zotit e Madhnushëm. E dyta, ilaçi i dytë është me fillu edhe një herë jetën rishtazi. Me fillu jetën për i fillimit, me marrë vetën që i thojnë na. Mos me met viktim e një lëndimi. Unë jam kundër xhamatin ndëruar. A keni vërejt ju për shembull, i ka dek dikush i afërt, i ka dek një fëmijë i ri, ja dhëmshme. Tani jetën tash u prish krejt jeta pse u dek dikush. Gabim. U vdek po jeta vazhdon. Do të marr vetën na është. Pjesë e karakterit muslimanit është mas lëndimit me bë përpjekje me marr vetën. Mos me met viktim e një lëndimi. Atëherë shtrohet një pyetje, çat lëndim që kem përjetuar na, çka pas kalon dobi ajtë na. Ai na pas ka shkatroni. A na tham filozofia e lëndimit është me të ngrit, me të pjek, jo me të rënu, jo me të shkatru, edhe e treta është u mundu me evitu gabimet që ke pësu për tu, ma herët,
edhe mundu ato mos me përsërit. Kretë fund po du veç një situatë me kallëzu tjetës pejgamberit a.s. Në fakt, 2 situata shumë të shkurta, që kanë shumë bojnë me temën tonë. Situata e parë është kur u kthy pej Taifit që e kanë gurzu, ja kanë bërë këtë kom gjak. Edhe është prej momenteve që u ni shumë i lëndum. Nëse më pyetni pse u ni i lëndum është se pritshmërinë Taif e ka post madhe, kur e kanë debu me kasit, ka shku në Taif edhe ka mendu që Taifasit kanë me prit. Ja unë thash, pritshmëria edhe e kundërtat befasia ndaj një pritshmërie të lëndon. E dyta, ata që kanë debu rishta zipej Taifit nuk janë kanë burrat e venit, janë kanë fëmija, gratë, çmendunit, thjesht forma ekstreme për buzjes. Po krejt është që ky lëndim, po mas i ti lëndimi mas lëndimit Taifit, a dini çka ka ndodhur? Është Israja e Miraxhi. Zoti ka marrë Muhamedin qiell, edhe ka shëruar atë lëndimin. Për çata ulemaja këshoni ato ditë që ka Israja e Miraxhi, a dini? Israja e Miraxhi ngritja e pejgamberit në qiell. A dini sa interesant është shpjegimi i Israja e Miraxhi? Israja e Miraxhi është mrekulli që ka të bëjë vetëm me Muhamedin a.s. Është një dhurat që ja ka fol Zoti Muhamedit a.s. I ka bën der. Edhe s'ka të bëj shumë me musliman tjerë. Nuk ka një mrekulli i që u kon kush me po ton. Për çdo orë ka marr natën. Njëri tha pse ka marr ditën. A vjen njëri tha pse huj, se orë pse ditën me po ton ka fluturën. A dini çfarë thashun ne? Thash se nuk u kon poenta me po njerëz ka fluturën Muhamedit. Nuk u kon. Poenta u kon ai veç veten me po. Ai më shëru. Nuk u kon ideja me po njerëz. Apo më kuptani, nuk u kon poenta pejgamberi me pas një mrekulli e na me po mrekullin. Poenta u kon ai me jetu veç vet mrekullin. Për ata orë natën e ka kthy natën edhe u bo judicela, u kry Muhamedit. S'ka nevojë me po tjerë. Është shumë filozofike Israja e Miraxhi. Israja e Miraxhi është ekskluzivisht për Muhamedin a.s. Sepse ka përjetu momente të rana, është lëndushëm. E dyta ka të bëjë me ato që pse ke hup pse i lëndu një stacion, s'do më thonë që s'munesh me evituat lëndim. Ditën kër e kanë nxirr me kast prej Mekë, u kthy prej Mekës me lët në sy. I ka thonë pasha Zotin, nuk ka vend në botë që du më shumë se ty. Atë dheu është i dashtën, veni ku ke lejo të shtashtë. Pasha Zotin s'ka vend në botë që du më shumë se ty. Edhe mos të më këshë nxirr populli jam, me zë nuk kësha dalë kur. Pyetja, a me të vajtuta është qështu? Jo, shku në Medine, a.s. E ka pregadit atje forcen, mas 8 vjetë varë ka shliru Mekë. Ka evitu problemin. Që na deboj të asha dhe vajtojnë atë inditjemi. Jo më vajtu, me marë veten, edhe me bo përpjekje me shëru problemin që na ka ndodhur. Qito jenë disa këshilla të shkurta sa i përket lëndimit. Inshallah Allahu na përmirëson. Ne strat do t'jena me një moment tjetër. Po du para se me përmbyll, mos e ngatroni lëndimin me piklimin. Piklimi është tjetër temë që kemi pas. Lëndimi është tjetër. Lëndimi ka të bëjë vetëm me befasin që ta shkaktojnë tjerët, edhe me fjalë të rana që tjerët të thojnë. Çka është tema, çka quhet lëndim. Faleminderit shumë. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.